Ministrisë së Jashtme sidomos, pra për dukjen e imazhit të Shqipërisë jashtë, shpenzohet vetëm një mbajtje rrjeti online, faqe Facebooku, faqe webi, faqe Instagrami e gjithçka tjetër, 1 milion euro. Filmi do të flasë për pastrimin e lekëve nga shqiptarët, që tashmë shkon larg deri në Hollywood. Aktori legjendar në rolin kryesor. Pastrimi i lekëve është kthyer në një punë me kohë të plotë në Shqipëri. Flitet në mediat tona, flitet në kronik, në televizione dhe në portale dhe në media pro se kundër, nga të katër anët rrjedhin lajme për sa i përket pastrimit të parave. Por tashmë një pjesë e madhe e diskutimeve, sa që flitet, madje sidomos për real estates, apo çfarë do i biznesi, të gjithë mendojnë me vete dhe na është bërë si psikozë që mos është pastrim parash. Ne menduam se kjo është vetëm çështje lokale, çështje në Shqipëri, por jo. Duket se zhurma ka arritur, fol, deri në Hollywood, sa që projekti më i afërt i Hollywoodit, që do të ketë bazën tek një historiku përfshihen dhe kryesor janë shqiptarët, pikërisht Manko Kapaku, një biznesmen që merret me punë të pista dhe pastron parat, është pikërisht historia e pastrimit të parave. Duke qenë se filmi interpretohet nga Russell Crowe, kam përshtypjen se ky film do të ketë shumë vëmendje nga mediat amerikane. Do të shihet në kinema, mund të shpërndahet në platformat të ngjashme Netflix ose vetëm Netflix, me pak fjalë. Pas një vit e gjysmë kur gjithçka të jetë gati, kam përshtypjen se sërish ne do të rrim me kokë ulur nga propaganda e Hollywoodit kundër Shqipërisë. Do thoni ju fajin e ka vetja, fajin ndoshta e ka edhe qeveria, që nuk kontrollon dhe nuk bën punën e duhur ndaj pastrimit të parave dhe kundër pastrimit të parave. Por e vërteta është që në një intervistë të fundit me Joe Rogan, aktori Russell Crowe, duke folur për filmat e fundit, ai pyetur çfarë duke xhiruar dhe çfarë pritet që të dalin së shpejti, ai ka qenë shumë entuziast dhe ka thënë: "Hey, unë do luaj rolin e një shqiptari i cili pastron parat." Ne na duket gjë normale. Ne gjithë tavolina kemi thënë me njëri tjetrin: "Ore, si pastrojnë parat, kishin pastrojnë parat, se thuat që fitoi pastrimi, edhe pse parat ndoshta nuk futet lavatriçe apo çojnë pastrim kimik." Por, nëse për ne është diçka normale, Russell Crowe ka qenë wow, si një fëmijë i lumtur. Ai ka luajtur gjithçka në kinema, po kësaj radhe është eksituar sepse thotë që do të jem një shqiptar mafios që jeton dhe punon në Amerikë dhe pastron para. Projekti filmik quhet Strip me personazh kryesor mafiozin shqiptar Manko Kapaku. Mirë Kapaku se kishim dëgjuar ndonjëherë, po dhe emri Manko se kishim dëgjuar asnjëherë dhe pritet që ky film të marrë vëmendjen e amerikanëve. Ky lajm pra lidhet me këtë projekt filmik. Russell Crowe ka zgjedhur të jetë një